Nëse merrni 2 lugë gjel aloe vera çdo ditë për një javë, nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. E njohur nga qytetrimet e lashta si bima e përjetësisë, aloe vera është shumë e lehtë të rritet vetë, por shumë pak njerëz e kanë një lule të tillë në shtëpinë e tyre. Për gjelin e aloe verës janë më shumë se 200 punime shkencore të mbar botës dhe kërkimet kanë dalë në përfundim se kjo bimë vërtet bën mrekulli për organizmin dhe shëndetin tuaj. Është bima që mund të përdoret pothuajse në çdo gjë. Irritimet e lëkurës, pickimet nga insektet, problemet me mishrat e dhëmbëve, shqetësimet me tretjen, ndjesia e stresit dhe lodhjes dhe gjithashtu mund të lehtësohen dhe të largohen me një aplikim të xhelit aloe verës. Ju mund ta arrisni vetë këtë bimë dhe të prisni pak nga kjo bimë për të nxjerrë lëngun e saj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. I cili përbëhet 99% ujë dhe 1% vitaminë të panumëruar, minerale, antioksidant, aminoacide, enzima që punojnë me indet e reja dhe promovojnë shëndetin e lëkurës. Gjithashtu, germaniumi është një mineral që trajton çrregullimet kardiake, probleme me syrin dhe irritimet dhe lehtëson dhimbjet, e pasur me vitaminën A, E dhe C. Aloe vera arrit qarkullimin e gjakut, zinku, kalciumi, magnezi që gjenden te ajo dhe acidet yndyrore nuk i mungojnë gjithashtu kësaj bime. Por cilat janë disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i xhelit aloe verës? Sipas Bright Side në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore. Ai mund të përdoret si një ndihmë e parë. Aloe vera mund të përdoret për të zbutur djegjet dhe skuqet nga dielli. Ajo gjithashtu mund të përdoret për të zbutur pickimet dhe alergjitë. Ajo mund të përdoret për të përkujdesur për lëkurën. A i dini se xheli aloe verës mund të zvendësojë kremrat si dhe të hidratojë përditshmërinë e lëkurës së thatë. Aloe vera gel është e njohur për të minimizuar shfaqjen e rrullave. Ajo ndihmon edhe për të lehtësuar gjithashtu çështjet e lëkurës si frustrimi, ekzemat, psoriaza dhe probleme të tjera. Lëkura juaj do të ketë gjithashtu shumë përfitime, por nuk ngelet pas as aparatit tretës. Pirja e lëngut aloe verës mund të ndihmojë për të përmirësuar dispepsin, kapslëkun dhe simptomat të tjera të zorëve. Ajo gjithashtu mund të ndihmojë për të lehtësuar ulçrat e stomakut, hemoroidet, infeksionet e traktit urinar, kolitin dhe çështjen e prostatës. Ajo është e mirë edhe për shëndetin e dhëmbëve dhe mishrave të tyre. Xheli aloe vera ndikon pozitivisht në shëndetin e gojës duke forcuar mishrat. Gjithashtu ajo është e mirë edhe për shëndetin e përgjithshëm. Duke marrë në mënyrë orale, xhelin aloe verës mund të ndihmoni në lehtësimin e dhimbjeve të artritit, të ulni nivelin e sheqerit, ulni nivelin e kolesterolit dhe triglicerideve. Është e njohur edhe për veditë e saj të mira, detoksifikuese shumë të rëndësishme për organizmin. Aloe vera është një bimë e cila mund të jetë zgjidhje kundër njësër komplikacionesh. Bima aloe verës përmban çuditërisht nivele të larta të antioksidantëve. Këto të fundit luftojnë radikalet e lira në trupin tuaj duke i neutralizuar dhe duke parandaluar që të rëndoni sëmundje të tjera, siç janë edhe ato që ndikojnë në shëndetin tuaj. Mosha e bimës së aloe verës ka po aq shumë rëndësi sa edhe vlerat e saj. Sa më e vjetër të jetë bima, aq më dobishme do të jetë ajo. Aloe vera do të ndihmojë edhe me sistemin tuaj tretës. Aloe vera përmban 8 lloje të ndryshme të enzimave që bëjnë mrekullim me tretjen. Veçanërisht, enzimat që ndodhen te aloe vera ndihmojnë në coptëzimin e sheqerit dhe yndyrnave, të cilat shkaktojnë probleme me tretjen. Aloe vera përmban gjithashtu aminoacide thelbësore. A i dini se aloe vera përmban 19 nga 20 aminoacide natyrale që kërkon trupi i njeriut? Trupi ynë prodhon vetëm 12 nga këto aminoacide të domosdoshme. Të tjera mund të merren përmes konsumit të pijeve dhe ushqimeve të ndryshme. Aloe vera ndihmon me shëndetin e lëkurës. Të gjithë kemi dëgjuar për mrekullinë që bën uji mineral në make-up, por ju mund të mos e dini se aloe vera përmban 10 prej mineraleve më të fuqishme që i duhen lëkurës. Minerale kyçe si kalciumi, kromi, bakri, hekuri, magnezi, mangani, fosfori, natriumi dhe zinku gjenden te bima aloe verës. Ndaj përdorimi i kësaj të fundit për të pastruar fytyrën në mënyrë që të duket prerëre dhe një lëkurë plot shkëlqim. Aloe vera është e mirë kundër akneve. Për shkak të përmbajtjes së mineraleve, një prej të cilave është edhe zinku, ka një rol kryesor në produktet e bukurisë.
Aloe vera mund t'ju ndihmojë në zhdukjen e akneve. Zinku redukton yndyrën natyrore që prodhon vetë lëkura. Disa studime këshillojnë që aknet krijohen si pasojë e mungesës së zinkut. Ajo është e mirë në paksimin e dhimbjeve. Aloe vera përmban shumë enzima, por një në veçanti është shumë e mira për të luftuar edhe paksuar këto shqetësime. Kjo quhet iskinase dhe ndihmon në zvoglimin e inflamacionit të tepërt kur përhapet në lëkurë për të larguar edhe dhimbjet. Të tjera enzima të bimës së aloe verës mund të përdoren për të lehtësuar indet e lëkurës suaj. Ajo rregullon lëkurën nga dëmtimet e qelizave. I ftohti shpesh shkakton probleme të shkatrimit të qelizave duke sjellë kështu dëmtime dhe hapjen e pjesëve të ndryshme të ekspozuara të trupit. Prandaj aloe vera mund të ulë gjithashtu këto inflamacione. Aloe vera është një bimë shumë e mirë për rritjen e flokut. Aloe vera ndihmon në rritjen e flokut të shëndetshëm duke rritur qarkullimin e gjakut në skalp. Enzimat përbërëse japin aloe verës mundësitë që të jetë një lëndë dobishme për të balancuar pH-in në kokë. Ajo redukton gjithashtu edhe luhatjet e sheqerit në trup, për sa kohë përdoret si duhet, ndihma që do t'jap organizmit do ta kthejë atë në një prej bimëve më të mira ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Kremrat e ekstraktit aloe verës ndihmojnë njerëzit që kanë në lëkurë të thatë, kruajtje, acarime dhe dhimbje si pasojë e psoriazës. Gjeli i saj nuk duhet të ketë të njëjtat efekte, prandaj konsultoni me mjekun nëse kremi aloe vera mund të ndihmojë të mbani në kontroll problemin tuaj. Gjithashtu, nëse keni puçra në fytyrë, në ndihmë mund t'ju vijë edhe përdorimi i aloe verës. Ulëntimet sugjerojnë se gjeli aloe vera mund të ndihmojë në pastrimin e akneve nëse e përdorni atë 2 herë në ditë së bashku me trajtimin e rekomanduar nga mjeku. Në të njëjtat studime në veçanti, mjekët aplikuan një krem standard 2 ditor në lehtësimin e problemeve dhe njëkohësisht edhe në përmirësimin e fytyrës. Një trajtim fytyre që u zbut lëkurën. Kur ata shtuan aloe vera në krem, ata panë gjithashtu edhe rezultate fantastike në këtë aspekt. Kremi, të paktën 2 ditor, mund të lehtësojë problemet e lëkurës dhe të lehtësojë gjithashtu edhe problemet e saj. Aloe vera është një zgjidhje shumë e mirë kundër kapslëkut. Ajo funksionon edhe si laksativ në rast kur vuani nga kapslëku, por nga ana tjetër mund të shkaktojë dhimbje stomaku, diare dhe simptoma të tjera të pakëndshme. Ekspertët thonë se duhet të tregoheni të kujdesshëm dhe të konsultoheni me mjekun tuaj ose me farmacistin nëse doni ta përdorni atë si laksativ. Aloe vera duhet të përdoret gjithmonë në masën e duhur dhe nuk duhet të tepruhet. Ajo mund të ketë kundërveprim me medikamentet të cilat po merrni. Prandaj në këto raste, nëse merrni medikamente të caktuara përpara përdorimit, gjithmonë konsultoni me mjekun tuaj. Sipas Prevention.com, aloe vera është një bimër shumë e mirë e pasur me vitamina dhe minerale. Aloe vera përmban një sër vitaminash që veprojnë si antioksidant, përfshirë vitaminën A, C dhe E, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e trupit nga stresi oksidativ. Gjithashtu përmbajnë minerale të dobishme si kalciumi, kromi, bakri, hekuri, mangani, kaliumi dhe zinku. Aloe vera është një bimër shumë e mirë kundër kapslëkut. Për shkak të efekteve laksative, lëngu i aloe verës mund të ndihmojë për të përmirësuar lëvizjen e zorëve. Megjithatë, nuk duhet të përdoret si zgjedhje afatgjatë. Përdoreni me kujdes dhe gjithmonë në konsultën me mjekun dhe filloni me doza të vogla dhe gjithmonë zgjidhni lëngun nga pjesa e brendshme e gjethes. Aloe vera mund të mbrojë shumë shëndetin tuaj të lëkurës. Sipas Cleveland Clinic, dehidratimi mund të jetë shkaktari i akneve. Duke ndihmuar në hidratim nga brenda, lëngu i aloe verës mund të përmirësojë gjendjen e lëkurës dhe ta bëjë atë të jetë më e shëndritshme. Aloe vera ka veti të mira anti-inflamatore dhe mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë në këtë rast. Vitamina C dhe E tek lëngu i aloe verës mund të ndihmojë gjithashtu edhe fal antioksidantëve të reduktojë inflamacionin. Ato që luftojnë në radikalet e lira që vijnë nga dotja, duhani ose pijet e tjera, shpjegon Silverman, nëse trupi juaj është dëmtuar nga stresi oksidativ, antioksidantët ndihmojnë gjithashtu në këtë rigjenerim. Aloe vera mund të forcojë sistemin imunitar, të lehtësojë problemet të refluksit dhe të urthit dhe të jetë gjithashtu një ndihmë shumë e mirë edhe për shëndetin kardiovaskular. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.